Gjeneta Fetahu ka bërë një lëvizje të papritur në karrierën e saj televizive duke njoftuar largimin nga e diell, ku ishte kthyer në një nga figurat më të komentuara të panelit. Me debatet e ndezura, komentet pikante dhe energjinë e saj shpërthyese, Gjeneta kishte arritur të bëhej një nga emrat që garantonin zhurmë çdo të diel në Top Channel, qoftë me kolegët e panelit, qoftë me të ftuarit që shpesh gjendeshin të papërgatitur për drejtësinë e saj të drejtpërdrejtë. Lajmin ajo e dha përmes një postimi në Instagram, ku zgjodhi ta ndajë me ndjekësit me një ton të qetë, por të vendosur. Gjeneta bëri me dije se për shkak të projekteve të reja profesionale, është detyruar të jap fund bashkëpunimit me Top Channel. Ajo falenderoi veçanërisht Ed Manushin për mundësinë dhe besimin, duke shtuar se tashmë po nis një kapitull të ri me më shumë fokus, ambicie dhe energji të re. Megjithatë, publikun e la në dilemë. Ku do ta shohim Gjenetën tani? A do të rikthehet në një tjetër program? A mos po përgatit ndonjë projekt personal? Për momentin, gjithçka mbetet mister. E vetmja gjë e sigurt është se ndon se largimi i saj lë një boshllëk në panel. Manushi vështirë se do mbetet gjatë pa një figurë kontraverse. Kështu që qere së kuqe nuk besojmë se do t'i dalë ndonjë lot. Gjeneta u bë pjesë e diell pas ekspozimit të madh nga Big Brother VIP Kosova, ku u dallua për qëndrimet e forta dhe karakterin pa filtra. Në Shqipëri, fama e saj u rrit edhe më shumë për shkak të lidhjes me Gjestin, të cilin ajo nuk e la pa e përmendur pothuajse në çdo dalje, duke e kthyer marrëdhënien e tyre në një nga temat më të diskutuara të showbizit. Tani mbetet të shohim se çfarë do sjell Gjeneta në fazën e re të karrierës së saj, një rikthim edhe më i fortë, apo ndonjë surprizë që askush nuk e pret. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.